Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka reaguar pasi pa që bashkëshortja e tij Kiara Tito dhe bebushja e saj kanë festuar sot ditën e 8 marsit. Ai duket se ka shprehur gjithë dashurinë kundrejt dy princeshave të tij. Si gjithmonë Shkodrani i zemrës ka rrëmbyer vëmendjen dhe ka ngjallur shumë reagime me komentin e tij ikonik, i cili po bëhet shumë viral duke u shpërndar kudo nëpër rrjet. Fotot e fundit e moderatores bukuroshe Kiara Tito, ku ajo dhe e vogla e saj Luna Mari shfaqen në një park duke festuar ditën e 8 marsit, ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme nga ndjekësit. Me një pamje plot dashuri, mami dhe vajza duken perfekte në veshjet e tyre, ndërkohë që Kiara shprehte entuziazmin për këtë moment të ëmbël me vogëlushen e saj. Por ajo që e çoi postimin në një nivel tjetër ishte reagimi plot dashuri i Luiz Elit. Ja se cili është edhe komenti i cili po bën shumë bujë në rrjetet sociale, kështu të qeshura ju pafsha gjithë jetën o zot. Nuk do ju mungoj asgjë asnjëherë për sa kohë marr frymë. Fryma jeme jeni ju. Ky koment i fenomenit Shkodran, i cili tashmë njihet për dashurinë e madhe që ka për dy princeshat e tij, shkaktoi një shpërthim reagimesh në rrjetet sociale. Fansat nuk e kursyen mesazhet që lavdëronin dhe duartrokisnin mënyrën se si ai përcjell dashuri dhe përkushtim për familjen e tij. Ky reagim i Luizit konfirmon sërish aftësinë e tij për të sjellë buzëqeshje dhe për të ndarë dashuri me ndjekësit dhe mbështetësit e tij, ndërkohë që të gjithë po i shijojnë këto momente të çmuara të familjes së tyre. Ky postim jo vetëm që nxiti mira pëlqime dhe komente, por edhe njëherë tregoi se sa shumë dashuri dhe pozitivitet përcjell kjo familje në çdo detaj të jetës së tyre të përditshme. Me siguri fenomeni Shkodran ka ndjerë gjithashtu shumë emocione kur ka parë Kiarën dhe bebushen e tyre duke shkëmbyer buzëqeshje me njëra tjetrën si të ishin dy shoqe të mira dhe të ngushta. Ndërkohë reagimi komenti i tij po bën namin në rrjet dhe ka marrë deri më tani plot 285 pëlqime. Është e jashtëzakonshme se sa shumë njerëz vazhdojnë t'i ndjekin dhe t'i duan.